Tani me një pyetje tjetër thotë në qoftë se dikush nga të afërmit të familjes nuk falet dhe njeriu mundohet të bindë ata që të falen, por nuk e dëgjojnë. Pyetja është, a mund të falem unë për ata mendoj që unë të kryej namazin në vend të tyre sepse unë e shoh se ata nuk duan të falen? Fillimisht them që namazi nuk bëhet për të tjerët. Do thotë, kur muslimani falet për vetveten e tij. Nuk ka mundësi që përmes falës ti ta kry obligimin para antar të tjerë të familjes. Edhe pse në të kaluarën ka qenë, do thot, një demagogji e tillë, do thot edhe në shoqëri ku do thot jenë vetë kënaq me faljen e namazit të krye familjarit. Jenë vetë mjaftuar me këtë. Shpesh herë nëse xhallare kemi ndëgju, apo bani namaz, po baba po bën namaz. Do thot kanë vetë mjaftuar me falën namazit që bën krye familjar. Kjo nuk është në rregull sepse namazi është obligim individual, nuk është obligim kolektiv ose shoqëror, sikur që është namazi i xhenazës. Në namazin e xhenazës, nëse marrin pjesë namaz një grup i njerëzve, shkarkohen të tjerë, sepse është obligim kolektiv. Ndërsa agjerimi, zekati, namazin veçanti që është bë pyetja, është obligim individual. Prandaj çdo i moshëritur që është psikikisht i shëndosh e ka për obligim me fal namazin. Andaj, këtu themi që duhet tjetë i kujdesshëm çdo kush i cili faktikisht ende nuk është prej atyre që i nënshtrohen Allahut të madhreshëm, duhet ta dinë që namazi është shtylla më fundamentale e Islamit mas shahadetit. Është obligimi më i rëndësishëm edhe në jetën e kësaj bote, edhe në jetën e etapën e dytë të jetës në varreza, edhe në ditën e gjykimit. Namazi është lidhja direkte, kontakti direkt në mes krijesës dhe krijuesit. Për atë arsye dhe Allahu i lartëmadhreshëm e ka emërtuar me një emër specifik, të veçantë, ekskluziv, salat. Lidhje direkte, kontakt mes krijesës dhe krijuesit. E këtë Allahu e ka përcaktuar si obligim në interes tonin, që vazhdimisht jemi në kontakt me Allahun e lartëmadhreshëm, që të jemi në lidhje me të, që të lutemi atij, të nënshtrohemi atij, sepse jeta e kësaj bote është e tillë që i përket dhe përkon me kontakte direkte me krijuesin, sepse ai na ka kriju, ai na furnizon, ai na mbikëqyr. Dhe në momentin që shkputmi lidhen kontakte me krijuesin dhe lidhemi me krijesa, gjithsesi se do të kemi dëme të vazhdueshme. Do thotë të pa parashikuara. Prandaj dhe nëse i qasemi teksteve kuranore dhe thanive të pejgamberit alayhis salam, shohim se vërtet namazi është obligimi detyrueshëm që nuk bën të kontestohet te muslimani. Nuk bën që muslimani faktikisht të mendojë rreth saj se do të shiqaj do të falë apo jo. Po gjithsesi të kryhet, sepse tham, edhe në jetën e kësaj bote është e varur lumturia dhe kënaqësia përmes namazit. Qysh e ka cek Allah në vendet shumë të kuranore që namazi do thot përveç që ju lidh me Allahun, përveç që ju garanton lumturi dhe kënaqësi shpirtërore, është një obligim i cili e parandalon e stopon njeriu prej shumë ndalesave dhe të këqijave dhe problemeve që ballafaqohet në jetën e përditshme. Siç thot në Kur'an, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Dini se namazi ju ndalon prej veprimeve pëshore dhe prej mëkateve, prej të këqijave. Edhe mund themi si rezultat, si rezume e kësaj pjese se ndonse në shoqërinë islame shtohen ditë për ditë këqijat, mëkatet, gjunohet, pra edhe në anën tjetër shohim se janë larg namazit. Pra një pjesë e madhe nuk falen, kjo përket me këtë se lania namazit do të thotë rezulton në mëkate ose në vazhdimsi të gjunohave. Në anën tjetër, në jetën në varreza që bëhet, namazi është shoqëruesi më i mirë i njeriu në varr. Që shka në hadithe të shumta të pejgamberit alayhis salam se secila vepër i vije njeriu në varr. Edhe janë ndriçon vorrin dhe shoqëron atë deri në ditën e gjykimit. Pra nëse ke namaz, shoqëron namazi, ke agjerim, shoqëron agjerimi e kështu me radhë. Nëse nuk i ke këto, do thot nuk ka kush shoqëroj por pos errësirës dhe dallgave dhe vështirësive të varreza. Por ajo që është më esenciale, se xheneti është i varur prej namazit. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam. Çelësi i xhenetit është namazi. Provimi i parë që do të pyetet në ditën e gjykimit, njeriu është për namazin. Nëse e kalon atë, çdo provim tjetër është më i lehtë për të. Nëse dështon të, çdo provim tjetër është më i rënd për të. Prandaj pra, muslimani do të jetë i kujdesshëm për namazin, jo vetëm ta fal, po ta e përkryen faljen. Prandaj unë e inkurajoj pyetsin
që faktikisht ai të jetë namazli i mirë, por me sjelljet e tija të mira, ti inkurajoj edhe anëtar tjerë të familjes. Pra, jo vetëm ne që ta falim namazin, por ti ata të cilët ndikojmë, ti një lloj indikatori edhe për tjerë pozitiv, që faktikisht me sjelljet tona, me bamirësinë tonë, që ti nxisim edhe anëtar tjerë të familjes namaz, duke ju folur, duke ju blerë edhe libra ose edhe ligjërata të ligjëruesve mjaft që faktikisht të inkurajojnë për namaz, sepse vërtet është një fatkeqësi e madhe që dikon ta nxjerr vdekja pa i bërë sejdë Allahut pa bën. Po cilat punë lejohet që t'i bëj tjetri për të tjerët? Punë cilat lejohet faktikisht i bën njeriu për të tjerët është faktikisht lutet për te, që lutja është adhurim, edhe është jo e kushtueshme. Lejohet me dhënë sadak për te. Kjo është domethënë nikosisht ai i cili ka mundësi, do thotë jep për te. Po ashtu ka mundësi nëse kanë ardhur hadithe, nëse për shembull një antar i familjes vdes në xherim, gjatë xherimit, ka drejt mja kompenzuar xherimin. Ta xheroj për te, ka drejt ta kryen haxhin për te. Do thotë nëse faktikisht prindi ka vdek ose një antar i familjes ose një afërm i tij, edhe nuk ju ka mundsuar që t'i kryet haxhi, ka drejt ta kryej haxhin për te. Pra, dyrë ka mjaft që mund t'i kryejnë, do thotë muslimani për tjetrin, mirë po të namazit, do thotë çështja është më rigoroze, për faktin se është një obligim më specifik, më i rëndësishëm dhe është individual.